Nuk më rrije dot pa folur pak për atë zarfin e kuq. Kam në një të ndjesi si që kisha në momentin që Dea fitoi atë lojën dhe kishte avantazh. Të një të ndjesi kam edhe tani. Prap se prap, pavarësisht se e kuptoj si lojë, nuk e kuptoj nga ana tjetër si mund t'jepet fuqia e një personi të vendosi aq shumë gjëra. Parashikoj ose një Luiz shumë të acaruar dhe që do luaj shumë fuqishëm, ose që do mërzitet shumë edhe këtë gjë nuk e dua absolutisht. Unë do doja që çfarë do lloj gjëje që të ndodhi ne të jemi përsëri vetëm me Luizin, çfarë do lloj gjëje të ndodhi. Pastaj për Ermionën do doja të bëj asnjë koment se gjatë kësaj periudhës kam pasur kohë të shoh çdo lloj gjëje që ka ndodhur kur unë kam qenë brenda shtëpisë. Prandaj dhe nuk është se kam dhënë shumë reagime. Para ca ditësh e thash që kam qenë shumë e mërzitur nga fakti që tani po e ndjej që jam këtu ku jam, pavarësisht se me shpirt jam aty brenda, por realisht jam këtu. Dhe nuk mund të bëj asgjë, nuk mund të jem pranë mikut tim, nuk mund të flas, nuk mund të bëj lojën dhe unë siç do doja ta bëja, por gjithsesi duke parë gjitha reagimet që ka pasur jashtë, ndërkohë që unë isha brenda, ka dhe shumë keq kuptime, të cilat kam shumë dëshirë që t'i sqaroj dhe t'i flas me ju. Ndoshta nuk është ky momenti, sepse nuk kam mundësi tani, por që shumë shpejt dua të flas pak me ju dhe t'ju shpjegoj gjithçka.